Një prime si ky sotmi do të shokoj banorët, pasi sot do të shpallet dhe finalisti i parë. Kush do t'jetë midis emrave më të fortë që ka ky edicion, unë besoj se nëse do t'jetë një mekanizëm i thjesht që do t'jetë në dorën e publikut, është padyshim Gjesti. Nëse do të kemi një mekanizëm tjetër i cili do ta ngatroj lojën, besoj që finalisti i parë mund të zgjidhet edhe Rozana. Kjo për arsye se ndoshta sot do të tregohet linja e jetës së saj dhe do të ketë një surprizë që do t'i ndryshojë jetën. Këto janë fjalë që po qarkullojnë, pasi për të parë se çfarë realisht do të ndodhë, mbetet për të parë prajmin e sotëm. Nga ana tjetër, këto ditë po flitet shumë për numrin e finalistëve, do të jenë 4 apo 5. Numri 4 është më i diskutuar në mesin edhe të banorëve, lidhur edhe nga sfida që vëdha i madh i dha atyre 2 ditë më parë për të treguar kë shohin ata në finale. Por, të gjithë e dim që në finale do të jenë 5 banorë. Është e padiskutueshme për të gjithë potencialin, për të gjithë ngjyrat, për të gjithë dramat dhe për të gjithë lojën që ka bërë, këtë vit lojtarët kanë qenë më të zjarrt dhe padyshim që numri 5 është një numër që i grumbullon ngjyrat dhe karakteret për t'i çuar ato në finale. Nga ana tjetër po shikojmë një raport si mace edhe me miun midis Gjesit dhe Eglit. Padyshim ata marrin nga energjia e njëri tjetrit dhe nuk kanë se si ta bëjnë lojën ndryshe, përveç se me debate për këdheljeve, ndoshta për qafimeve, ndoshta edhe le të themi tentativave të Gjesit për ta provokuar, për ta ofruar atë në shtrat, por edhe ngacmimeve për martesë brenda Big Brotherit, duke qenë që ende kutia që mban unazën nuk është thyer nga asnjë banor aty dhe është kutia vetëm e emergjencës që duhet të thyet pasi nuk ka se si të shkojë ndryshe. Nga ana tjetër kam parë një danja e cila përgjatë kësaj kohe është treguar, le të themi kulturuar, ka treguar që është një person që di të ruaj balanca, por ka shpërthyer në ofendime dhe në zënka dhe me shoqin e saj më të ngushtë Eglin, duke qenë që finalja po afron, askush nuk është i mëshirshëm ndaj askujt dhe vendi për finale kërkon një luftë që ata aty brenda po e bëjnë. Nga ana tjetër kam parë edhe një fragment të një, le të themi, të një qasje paksa të egër të danjës, ku i shtyen dorën me forcë Gertës. Gerta nuk është hera parë që, le të themi, merr të tilla goditje nga banorët aty, ka qenë Rozana, por kanë qenë edhe të tjerët që e kanë shtyr për askund dhe asnjë prime. Nuk është folur apo nuk është komentuar kjo gjë, por është komentuar dhe në opinionin publik është Gerta ajo që shihet, le të themi, si një person paksa agresiv që nuk ruan nervat. Por për mua, unë e kam thënë që nga dita e parë e deri më sot, Gerta është lojtarja më e ftohtë në atë lojë, më drejt për drejt, lojtarja që nuk ka kur frikë të thotë mendimin e saj, lojtarja e cila diti kapi të gjitha dinamikat e asaj loje, diti zbërthej të gjitha aleancat e fshehura që bëhen dhe u plas në sy të gjithëve të vërtetën asaj që sheh dhe ndjen brenda asaj loje. Kjo është një lojtare e cila padyshim do të jetë në finale, pse jo dhe në dyshën kokë më kokë për çmimin e madh. E sonde do të kemi një të eliminuar për shkak të televotimit dhe emri që do të largohet do të jetë padyshim Kelly. Kjo nisur dhe nga historia e fundit që ai solli në shtëpi për situatën me Rozanën, ku u shpreh i bindur që ka një video të një agresioni, të një përleshje flokësh midis saj dhe të një, le të themi, personazhi tjetër vite më parë në emisionin VIP Shtëpia. Me sa duket, Kelly do të dalë nga ajo shtëpi me tentativën për të njëllosur Rozanën. E si fund dua ta mbyll me një falënderim për të gjithë ju, pasi jemi në videon e 101 në Troç me Redin. Ka qenë një rrugtim që ka nisur që me Big Brotherin e Kosovës. Kam komentuar dhe kam analizuar dinamikat më të forta në atë shtëpi për të vijuar më pas me Big Brotherin e Kosovës. Ju falenderoj të gjithëve që keni kontribuar për të rritur këtë audiencë që unë e kam sot, që është besnike ndaj meje dhe vlerëson, le të themi, analizat që unë bëj. Thellësisht, mirënjohës.